Miqtë e mi, përshëndetje. Sot ju flas nga fshati Dardi i Librazhdit. Pikërisht aty ku një ditë më parë, banorët kanë shkullur gardhin që kishte rrethuar burimin e fshatit. Këtë gardh e kishte vënë pronari një heci, i cili dukshëm e kishte rrethuar të gjithë tokën duke bërë gati pronë tyre. Dhe në këtë mënyrë kishte lënë fshatin pa ujë. Pas 6-7 muajsh pa ujë, fshati nuk duroi më. I madh dhe i vogël erdhën dhe shkullën gardhin, që sot po e pret vetë bashkia. Pra kanë ardhur vetë punonjësit e bashkisë për të bërë atë që nisën banorët e zonës. Por ky konflikt nuk ka nisur sot, ka nisur ka hera. Por në vitin e fundit, banorët s'kanë ujë fare, sepse pronari i hecit, i ndërtuar rreth 14 vite më parë, kishte rrethuar gjithë zonën, madje sipas banorëve, kishte bllokuar edhe tubacionin kryesor të furnizimit me ujë. Kaq ka mjaftuar që banorët të mos durojnë më. Burimi i popullit, nuk e merr asnjë. Burimi nga populli. Do pinë të lamajt ujë, do pinë një ujë, ku do pi ujë? Të rrethojnë rejnë, a rrethojnë një shpijë dhe rrimet. Qeti. Që ka gjithë, do përti nga ka 10 vjetra drita që, po shka... Unë kam disa nga banorët, dje kishe shumë, por sot kemi mundur të gjejmë disa prej tyre që gati bëjnë roje ke burimi. Banor, faleminderit. Faleminderit që jeni bërë bashkë emisionit tonë. Faleminderit për ju. Falenderojmë dhe ju që jeni pra. Gjumë thoshte në kod xhaxhit. Ke falenderimet më të sinqerta nga populli, edhe je njeriu më i respektuar. Faleminderit. Pak të dëgjohen. Edhe gazetarët e tjerë sot kanë ardhur, shqyr Zotit, si thot populli. Të gjithë kanë ardhur sot, gjithë i keni këtu. Ç'a ka ndodhur që ta morin vesh sepse ju pam Tiranë, kemi parë në rjoll asoj skenash. Kemi parë në Zvërnec tilla skena, po kur pam edhe këtu tham ç'a ndodhi. E vërteta është kjo që populli u irritu aq shumë sa që u detyru që të shkullin gardhin se nuk kishin mundësi më të vinë për dita për të vënë tubat e ujit. Pse s'kishit ujë fare? Ka pas ujë fare, bilesh ka bërë një reduktim. Që fshati mirë kush i dispoli uje, kush një pole, ju hoj tubat në mënyrë. Ishin ato që i kishin vënë tapat, ë? Tapat, edhe ka futur tub hegri tani. Po? Edhe ka futur tapat, s'është i dispoli ujë, sa ka që kam me liq. E kuptoj. Kjo firmë nuk e dim se kush është, edhe çfarë bën, edhe ku ku është ky. Po ju e keni prej 14 vitesh, sot u kujtuat me këtë firmë? Po kjo ka ndodhur në muajin tetor 2025-s. Po pse më përpara ishit mirë me firmën? Më përpara kemi qenë, s'kemi pas asnjë lloj problemi. Për 14 vjetësh që bëri heci. Pra heci punonte dhe ju kishit ujë? Po, kishim ujë dash për vaditje, dash për pirje, dash për gjitha. Tani për 5-6 muaj që kur ka marrë ky i riu, gjoja i ri. A pse iku i vjetri? I vjetri ka shitur këtij tjetrit edhe ky ka bërë gërmimet pas një lloj të drejtë. Pra këto gërmimet i ka bërë ky, ë? Po, gërmimet i ka bërë ky i riu.
që ka ardhur, edhe ka rrethur që këtu vinë turista rrugës së Gnatit, pinë ujë, rrinë, ratoshin një ka orë. qenë vend turistik. Vend turistik, vend për qef, mushte i bidon ujë, kafshët e egër po ujë pinë, kafshët e fshatit po ujë pinë. E rrethoj që edhe kafshët nuk kishte drejt Edhe ky pirë ujë. e mbylli e fare. mbylli fare. Po ku Edhe ishit pranaj- ju kur e vuri telat? Nuk i pati ju kur e vuri në Ora rrjetën? kemi kërkur nga bashkia, kemi kërkur nga njësia administrative, nga kryeplaku, të gjithë kanë qenë në gjumë për mua. Si duket e kanë bërë natën. Natën, no? Si duket e kanë bërë natën se ne se kemi parë asnjëherë atë gardin. Rrethimin e morën vesh vone. Ne kemi marrë vesh kur u rrethua i gjithi, pastaj Kur u bë fakti kryer? Po mirë. Me çfarë ligji e rrethoi ai zotëria se ka rrethu burimin, nuk ka rrethuar atë të hecit. Po, ato nuk e dim. Po të them unë, nuk dihet fare, se me çfarë menç e ka rrethuar. E Ose me qartë. çfarë ligji ku është mbështetur ai që e bëri atë rrethim. Ne pam një skenë, atë skenën dje filmuat ju Dje. që hapët tubin dhe kishte lecka Jo, ajo është para një muaji. para një muaji. Para një muaji që nuk ishte ujë piqëm, që këtu është investuar 82 milion lek nga ministria, Po? që në ka prur ujën e piqëm në qendër të fshatit. Për rrjetin e ujit, për Për ujësjellës. ujësjellës. Ujë s'ka. Edhe ujin në blokoj ky, zotnia. Lecka, fal për shprehjen të gjitha. Po ku ndodhet ai tubi atje tek ajo zona e rrethuar është? Ke zona e rrethuar edhe ke burimi. Tek burimi. Po. Hape. Ja. Roj. Ja, ka fut break, çrap, ja. Ja, ka fut break, oj, ka fut break, ja, çrap. Ja, ka fut. Break, çrap. Ja, çrap pinë. Ja. Ja, çrap fut. Ja, çrap pinë, break, çrap. Ja, pinë, ja. Ja, çrap, ja. Ja, break pas fut, ja. Kanë pa break i kanë futu. Ja, çrap po, ja. Pi ujë me break, ne, jo më le, pi ujë në çatën. Ka fut gol para në ne. Veç mos këtë rrugë kanë. Qiti fotografie qoja. Gjithë. Ja, me gjithë lastik i ka fut. Ja. Breakët. Pra ato skena janë të para një muaji, jo të djeshme. Jo të djeshme. Jo të djeshme. Po, kemi ardhur bashkë me ata bashkisë të ujit, edhe që hapëm tubat, Ha e pan vet ata që pan çfarë po vet, ndodhte? e Po pan. pse nuk morën masa më herë bashkia? atë nuk e di. Bilesh kanë ardhur 2-3 herë, policia bashkiake, Prioria, si janë bërë këto gërmime, i kemi thonë, i kemi tëja, pastaj para të dielën e parë, Po? kanë ardhur ata të KMT-s, ata i kanë vurë bilesh gjithë në lëvizje, Ata ti KMT-s. të KMT-s. Po gjës ndryshoi se për Ja. fakti që ju shkuat e shkullët, do thotë që kishte ardhur fundi. Po, u jeri popullit më tunës, kur i thonë fjalës. Çfarë po ndodh tani atje? Se pam që po priten hekrat. Tani, erdi dje kryetari në darkë, mas dite, Po? në ora 5, në ora 7 kemi qenë tu në lagjen Bulgër, Po? bashkë me kryetarin, edhe i kërkum kryetarit, ju ngritëm, edhe i tha do ne të qojmë punëtorët edhe do e gardin. Po kryetari nuk e dinte ku ishte kryetari? Dinte, aty nuk e di më ka qenë, e dinte kryetari, e dinte administratori, Që ishte rrethuar. që ishte rrethuar, e dinte policia bashkiake, e dinte gjithë këto. Se quhet ndërtim pa leje po të vësh gard. Po. Edhe sot Ti po të rrethosh një gard tek shtëpia, vjen policia? vjen, ai thonë do të është qytet. Pulash ta bësh do të marrësh leje. Këta tu se si e kanë bërë nuk e di. Po me leje kanë bërë derisa kryetari e dinte. Se s'ka kuptim. Nëse vim tek hallet tuaja, për çfarë është ky ujë për ju? Po uji është jeta e njerëzimit të shpirt. Ka burim tjetër përveç këtij? Fshati. Ky burim mulon jo më pak se gjithë fshatin për vaditje. Një, Dardhën. dani. Se s'kemi fol akoma për Plus- anën tjetër. Plus spathari, Po? plus me fjalë ka biznese që marrin ujë të piqëm këtu. Jon Aha. firma Nogu, resorti Nogu, Po? Vretoj, plus Bardoshi, Pra gjithë këtu e marrin. këtu e marrin. Kjo është burim jetë. Edhe pranaj, janë marrë me vendime, s'kemi pas probleme, as i vdoj, tani ndodhin këto probleme. Që uji është aty, gjeni është aty. Ujë kishte. Aty ka gërmur, edhe ka kthyr, edhe
nuk e fut dot tani ke kanali Vaditës ky, se ka bërë gërmimet dhe ka çuar në Persi. A ju s'keni më fare ujë Vaditës? Ja, Ska si shatë ma. me 15 maj ka detyrim. 15 është. Me një lëmë. Po? I marrë gjën me gjën tetar. Keni marrëveshje. Marrëveshje. Mirë kemi qenë. 5 muaj ishëm për Vaditjen. Pse ne jemi në qershor, ç'e marr. Tani edhe qershor shikoje. Ishëm tani ka harruar. Sikur e pat vet, sikur e faktur vet, kjo është gjendje fshatrave. Do ta rikthej ujin e pishëm, çfarë u tha bashkia? Bashkia tha po, për ujin e pishëm nuk do ketë më probleme. Okej, për ujin Hoqi Vaditës? garin, hoqi to, ja. Ujin Vaditës? Uji Vaditës i bën firma ta marrë ta fus në kanalt. Po ti Ujë the detyruar. ka gërmuar. Ai e ka gërmuar, ai që ka gërmuar ta çojë atje, prap ku ka qenë. Më Pra kuptu? ju tani që vjen puna që kërkoni ujë, ju jeni Edhe pa ujë pishëm kemi qenë, edhe pa ujë Vaditës tani që jemi në kulm punës. Po, Çdo gjë ndjell shkon. Që rrezikon se thare. taçat i merr bashkia. Tokave, njësi administrative, gjelbrim. Toka taksën e merr tok ujë? Tok Por ujë? tokë si e merr taks. Po pra po si tok në ujë? Tok me vaditje, po. Tok me vaditje. Tok me vaditje, edhe vaditje me kanal, s'keni. Edhe vaditje Kategoria s'keni. të tokës janë çmuar që në kohët Po, në po. ujë, pavarësisht se Po pra po e kuptoj. janë vlerësuar. Kështu, Kjo është situata. kjo është situata. Plus ka qenë mulliri këtu, e kanë hekur mullinin, me voqën e bon si e bon, me fjalë që këtu është bërë katastrofë. E qartë. Po ta kishe kryeministrin, çfarë do i thoje? Llafet më të poshtra. Po jo, s'kemi nevojë të themi llaf më të poshtë. Ore Por çfarë do i thoje për punë e ujit? Bravo, më zgjiste. Urdhë, dia thoshe, dia numëroja që ky ujë, ky gurr, ka vaditur babje, spathar, dardh. I ky ujë. Edhe nisi e qiste atje. Shikoj atë kodrën. Po. Edhe ka qenë kanal. Deri atje lart, ë? Deri atje. E çoni me pompa. Me pompë. Po vadite i fshat më tonë spafarit babje. Edhe babje, edhe 3 spathar. fshatra. Me ujë po kanal, ka sa Me që sot s'kan këto fshatra që janë po s'kan Plot lidhje e kanë Të burimi. Po. fshati ke Kjo burimi. është. Faleminderit. Ju edhe pe jush faleminderit. Faleminderit. Edhe të nderuar. Mos mu largo, ë? Si e ndërton jetën? Si ndërtohet jeta pa ujë, pa rrugë, pa Me ça merresh? çfarë merrem me bujqësinë. Po si mund merresh me bujqësi kur s'ka ujë? Çfarë bën? Po si e bën? Çfarë bën? Do vdesin, çfarë bën? Pa Keni hap në i pa- pusa, Asi jo, çfarë? asi që fare. Tokat kanë dalë jashtë përdorimit, pa Mos vaditje, mu largo, ha? pa vadit, Se të dua këtu. Se ke që dhe ish kërë plak. pa vadit, Ja, ullu 2 minuta. pa vaditur. Çfarë bëjmë? Ujë na kanë marrë. Çfarë bëjmë? Po ju keni edhe zonë Asu i bukur, pishëm. jeni edhe fshat turistik më dje. Jemi ne po. Emrin kemi. Pa ujë, pa rrugë, nuk bëhet as fshat turistik as gjë. Ne na kanë ngel emrin fshat turistik. Për ujë e rrugë nuk kemi. Qa ka ndryshu nga momenti që u bët fshat turistik? Qa mban mënd? Asgjë. Atë rrugën për shumë asfaltin, kur ju a kanë shtruar? 2013. Pra nuk është se është shtruar tani, Jo. 2013, në? Po. Qa mbani mënd kësaj demokracie ju? Asgjë. Na ka prem gjë tani. Na ka premtuar. Shkollën e keni të paktën. Kemi shkollën, po kanë shumica e njerëzit kanë Ka ujë. s'kan zonë, s'ka ujë. Jo më se uj kishin qute ku shkolla tani, mos Ne- gënjem. Ore, unë pa të them unë ti thu gjurma. Ha? Unë them Po unë. se kush e kishe quar ujin të shkolla, kishin marrë vesh që do vinim ne? Roja, nuk e di ku di. Një qezëm kishte uj, një qezëm s'kishte uj, çudi e madhe. Ata ka lidhur sot. Kala majtas ujë pishëm aty në shkollë, as ujë banjët, dalën as i gjafare. E lidhi sot pra. Fare. Ja, Ka 2-3 vjet, jo si mjet, ka 2-3 vjet ujë shkolla nuk ka. Na e punoj se qendër shëndetësore, se është gjysma të keqes kishte qendër shëndetësore, njerëz. Ka fshatra që s'kan. Atë kemi, po. Ka fshatra që s'kan fare. Atë kemi. Ajo po thoshte që ne s'kemi ujë, na e lidh ky zotëria. Po, s'ka ujë. Familjes. Një familje që e ka shtrirë vetë Ky linjë. plagu s'interesohet fare. A kuptoj. Ne ka miratur bashkia, nuk interesohet fare për popullin. A kuptoj. Nga momenti që u bë ujësjellsi, sa dita, sa muaj keni patur ujë, derisa unë ndërpre fare. Ore, Po prerë ka 50 muaj. 50 muaj që prerë s'ka has kishë fare. vëshërsi me këtë pronarin. Me këtë përnë. Edhe ky ka marrë një roje, ka vure kamera, ka vure po të them, nuk e di se si këta shteti e ka lënë deri në këtë formë ai të punojë të bëj. Po çfarë do shefi atë?
Çe do qefin. Se kush është, cili është, nuk Ju se i njihni fare, Ja. ha? Se keni pa asnjëherë? unë po të them jo. E kuptoj. Ne du muj pishëm, du muj vaditës, Eri një herë. rrugën e do të fshatë. E Çfarë kuptoj. do ne, nuk du masija. E kuptoj. Rrugën ju e keni deri diku, po pjesa tjetër pse s'është bërë kjo? Te im duket çon tek bujtinat? Po. Ke bujtina çon në Maldardhës, Lagje Malit. E kuptoj. A ka akoma shtëpi banimi Po, këthe lart? ka Lagje Malit Dardhës. Lart. Edhe ecin ke kjo rruga cop cop? Ka rruga. Edhe është pak më e keqe. Edhe akoma më e keq. lart, po. Qa thuhet? Këto dunë. Qa ju premtoj, më duket se Do ju kam bojmë. premtuar rrugën Ne bojmë për mot, po. të Ashtu na rrugën. tha kryetari i bashkisë, tha për mot do bëj rrugën. U kam Allahun për mot do bëj rrugën, tha. Do bëj rrugën, kanalen. do bëj kanale vaditës ato, do bëj gjitha për mot. tha. Filloi fushata. Nuk e di. Kështu na tha, Me e kuptoj. kështu po themi edhe ne. Me e kuptoj. Çfarë do? Ne me shpresë i dojmë. E kuptoj. Ja del me bujësi? Çfarë dalim? Gjërat janë ngritë gjitha në qiell. Sun mash i thes pleje, sun mash i gjasë. Janë ngritë në qiell. Nuk e leverdis ta mjesh më arën mos, janë shtrejtuar shumë plerat. Me kuptoj. Po kur e bën prodhimin, ku e çon? Ku bëhet prodhimi pa ujë pa pleje? Ku ta bëjmë prodhimin? Çfarë prodhimi do Po bëjmë? qa, bën vetëm për vete ti? Për vetë, hamburger, çfarë do bëjmë? As pe dalim. E një kosht që bojnë për vete, edhe kjo, Tha, A edhe ato kopshet e bukura që filmuam ne në bravo, fshat? bravo. Edhe ato të thanë? s'ka ujë, do thash. Kuptoj. Po ju keni 3 gura, më duket. Gura e bardh, gura e mesme, e vogël, e zeza. Po. Edhe deshte 2 gurat e mëdha, gura e bardhë dhe gura e zezë janë bërë hecet, Po? A dhe andi është bërë hec? edhe ati janë bërë A, heci. po ju su pas kanë lënë proa pa fund topa. Bilesh, ke gure mesme, o ngejtu gjithë shati, edhe kemi bërë kanalin, na bën edhe kanalin faktike, dhe ajo është njeli. Su patën do të mundësi. Plus kishme edhe mullinë në fshatit, Ke mullinë në E fshat. shpëtuat gurën e E mesme. shpëtum. Gurë mullinë. me luft. Me luft. Pa ujë ku Me do? Për këto luft, tjera ma. s'bët luft ju se... Ora bëm luft na, se bilesh unë, Çfarë do bëjmë ne? më kanë marrë, më ka futur e mërë, nëse herë të blokoj punimet tu. Atëherë, aso kohë? Në 2012. 2012, 14 vjetë për para. Po, në 2012, kur filloj punimet ky heci këtu, edhe në premtoj deputeti, ta u lënë balla dhe ngrinjë dhe blokoni. Kur në 2013 e mund qeverinë, ta dhe mund rikë më dhe guen. Ta Ulandi tha atëhere, Ate ngreusa, ku ishte në opozit. Në opozit. Sot janë mazhorancë, qepe. Ha dhe ka fshati sa të dush. Ne nuk po kërkojmë, na kërkojmë drejtat tona. Uj, drita, rrugë. As drita s'keni. Po këto me fjalë, ka Figen, çdo ditë ti figen. shofsh linjat Po? Çdo ditë. në përpyll, Telat në përkam, telat në përqarrat. për çfarë? As një lloj investimi. Asi lloj. Në ato linjat e xhaxhit, ëh, në Po, ato. po. Ato Ky mba mend ato se ki Ky kur e bër 71-shin. ato puten. 71-shin. 71-shin që kanë ardhur të energjie. Puten në Fshatit. rrugë. Ata shkojnë në lidhjen kuptoj. punëtor. Derisa lidhjen Sa- punëtor, ti ku as buksun nga tusha. Sa kohë rrini pa drita? Sa ju kanë ndodhur Çdo domethënë? ditë shputen nga 2-3 orë. Aha, pas keni sistematike ju? Po, po. Do ju prishet ushqimin në frigorifer në një ditë? Oh, Kush për vetë me? dushet e njërën e sa e janë djegë. Digjen lavatrit që frigoriferët digjen. Më thanë që kishin pas edhe një ngjarje dhe prandaj kishin çuar atë transformatorin atje lart. Po, Se janë telat varë, ëh? Po, duke lirur tu më ka qenë punëtor me Edhe- fjalë, edhe duke lirur ujin Po? me i tel edhe telat shumë ulët, vajte takoj edhe na vdiq. Nga ajo Nga linje tensioni. e amortizuar, e mbaruar. Edhe ulët. E të Ka mërshme. kapën e fëmijët e vej mund ta kapën telat. E të mërshme. E të mërshme. Fatkeqësisht kapën atë fshatarin tonë. E të mërshme. E kapi heky takojnë tel. Ngushllime, ngushllime. O, zoti ma. Ti rrezoti shumë. Ti është mirë e bukur. Ja, do të gjojmë edhe këto nonat. Po non, sa vjeç e je? 7 Si non shaja që ke? Ja, ja. Shaja 91. 91 vjeçe. Si non shaja që ke kështu e fort, e fort. Po çfarë fortë ai? Na ka por terren, Shaje lega. na ka por terrenin. E përshëndesim në shajen. A do vazhdon ajo situata atje? Po, Do shumë ka për vazhdore. A vazhdon? Shaja, Na nuk e di.
Ti je nga Spathari, e? Spathari për lagja Burkuqe. Ajo lagja poshtë. Po, lagja poshtë. Poshtë burimit, të në fund, jemi 2 kilometra larg. Dhe uska. Pra ju pranë burimit e të papir. Jo. Pa ujë. Si thonë, vëna le dhe të drejtës na jepet asnjëherë. Tani po bëni të rrugë aty, vini për ditë këtu? Po, ka raste për ditë, ka raste herë 2-3 ditë, se nuk na ma ujë fare. Nuk qënon ujë, e morën herë dhe marrë punë. Po qa, ju a heqin, a qa bëjnë? Po i heqen, mushën me pislikje, s'ka ujë, se kanë bloku ujën komplet, e kanë full central, nuk e lonë tubat furnizohen. Kështu ka qenë edhe para një viti, apo i keni që më mirë? Jo, para një viti kemi pas ujë, nuk kemi pas me probleme. Pra s'keni pas, problemet tani filluan që u ble, Tani u shit. se erdhi kjo firme dytë, se nuk e dim kush. Aha. Këna, na jipte edhe presion, thoshte do ven sahatin më bëni fjalë. Se do ven sahatin këtu, ta paguni ujë me sahat. Ky? Një kë, në kohë që ne kemi marrë gjithë me shpenzimet tone, me forcat tona ujë, nuk o që na ka mund as bashkia, as një. Ju s'keni ujë sjellës atje? E keni shtrirë tubat vetë? Para, tubat vetë. Unë 4500 metra larg. E kuptoj. 2 kilometra gjysë e kemi në prej atje. Që vim të. Halli ma. Halli madh, vështirësi e madhe, se të bëhet nuk e dim. Sa orë në ditë vjen ujë për të pirë? Po sa orë në ditë me shkëputje. Ka që ka qi, ka që s'ka hiç, njëshme me shkëputje. Edhe për vaditje tani problem prap. Edhe i pisët ujë. Jo në fut në ato gremine kam letë ato rrjedhjet se në shterë centrale atje, po këto së një fusën punë atje, do në ka dhonë lirë. Me nga i ciron vogli sa një kishti kanë fut aty. Unë pash zonjës ato ujërat, ajo depozita ju, ajo ishte lumë komplet. Lumë e gjithë lumë. Ai është përdoret për Një aty e kemi. Ai përdoret për të pirë. Ja mbaj. Ai përdoret edhe për pirë? Po, ai përdoret. Do me thënë, ju edhe me ujë, edhe pa ujë, ju prapë se pini do të atë ujë. Po do pish nga halli. Një atë kemi Çfarë do bëjmë? Po ajo atë. Një ato për të pirë. Nga halli, çfarë do bëjmë? Për të pirë një ato pirë, po. Ajo që është vjen Nuk ka ujë. ka probleme. I bie trujt zotit, se t'luash telebingo me jetën tënde, se... Çfarë do bësh? Problem. Edhe ti nga Spathari, Po. Një Një lagje jemi. Një talagje. Po, Burkuqe. Problem, shumë Jo, problem. ande nga ana tjetër, nuk merrni nga ujësjellësi Jo, Spathari? Spafari dhe vetëm lagja poshtë, po ndërhin. Po. Se dhe unë jam nga Spafari. Aha. Edhe plus halleve që kemi me rrugët dhe me gjithë problemet. S'është ndoshta momenti. Po ju rrugën e keni në Spathari, ju ashtruan. Unë jam një lagje që s'futen dot makinë. Nga aty 2-300 metra është asfaltura dhe shumë keq. E kuptoj. Plus kësaj, Ti aty ku është burimi apo akoma më lart? jo unë jam Ti ajo lagje përballë. për babë. E kam qartë. Po, e kam qartë. Po problem me rrugën. Po hiqe këtë, unë marr ujë për 23 vjetësh. Edhe vetëm ujë pishë. E Edhe kuptoj. tani, këtë vit kemi patur probleme. Nuk them ndoshta është bërë me qëllim, po kur erdhi që rreth ujës ta pyetën. Megjithatë, tha ujin dhe garantoj unë, brenda për brenda. Ne tani unë s'kisha para 2 javësh. Erdha, E kuptoj. nga tuba qonet e futin me qëllim se tani me që është e rrethuar me rojë, e futën me qëllim them unë. Po nuk e di. S'kishim ujë, ishin futur pislikë, hapi atë, na janë bllokuar tubat Ty rrugës. ishin fut Jo, po rrobat. tubi hegu që ishin mbushur plot ajonin. E zbllokoi ditë ai që ishte roje bashkë me një djalë tjetër. Edhe ca ditë tani s'kemi prap, mirë për lavatrice, gja ujë pishin. Mirë i piset, po na digjen ato pajisje edhe ato pak që me zi blejnë. E kuptoj. Edhe detyrohemi edhe bujqësi, ku të punosh? To kemi pak, pallate pa ujë, detyrohemi të migrojmë. Edhe moshën 60 ca vjet janë dhe iki s'kam të bëj. Fëmijët po kanë ikur. Po ju jeni vendi i ujit. Vendi ujë dhe ujë s'kemi. Spathari ka është tre burra, noton mbi ujë, edhe më thënë. Po rrëshket nga Po uji. rrëshket nga ujë dhe ujë s'kemi. Ujë të pishëm, se ujë vaditje që ka qenë kanali ja, që s'funksionon s'ka. Edhe për këtë edhe sot, unë qëllova rastisht, këta kanë ardhur dje, kanë bërë si burrat, sepse janë lajmëruar. Unë kam një muaj që punoj këtej, edhe s'kanë patur ujë të pishëm. Ne kuptoj. E bllokuar, patur ujë të pishëm. Ai e ka rrethuar, janë lajmëruar, patur ujë s'ka. Duhet kemi ujë, jo të për ujë të pishëm. Smerr. Jemi 2-3 fshatra që marrim ujë këtu, kemi marrë, se nuk kemi ardhur sot, nuk kemi banor të ardhur, jemi banor që jemi autokton këtu. Edhe tani do na shpopulojnë me tikë. Që ju keni ardhur për atë ujë. Po kemi ardhur për atë ujë. Jeni ngul për atë ujë këtu. Nuk ma merr mendje që parët tuaj kanë ardhur thjesht se gjetën mal edhe u vun. Po jo, ti e shikon çat terreni si a jetohet tu, po mos kesh dhe ujë. Për atë ujë. Se tokat janë pak, dhe ato që janë pe lajm djerë. Se s'kemi mundësi. E mbjell,
sahet, detyrohemi ta lëm. S'kemi ujë të pishëm, ujë të pishëm marr që dhova sot, do që u falenderoj ju të gjithë që jeni këtu, sepse rastisa. E ngrejmë zanin s'na dëgjon kush, megjithatë. Jo, po fole dikush da dëgjoj. Falenderojmë vetëm Zotin, inshallah. Deri më sot ka treguar që po fole, është më keq kur rri urt. Jo, po s'kemi, ne nuk po kërkojmë një gjë që është super luksoze. Ne kërkojmë gjë për mbijetesë, ujë i pishëm. Ujë i pishëm. Ju ndejtë të urt ditën që u vun telat. Na lajmëroi edhe njëri, kur erdhi. Tani që i hoqët telat, erdhi bashkia dhe i preu. Që i do të thotë kur vepron, kur flet. Ne vetë na ka lajmëruar njëri, për shembull, siç jemi këtu, siç jetojmë dardha ose tre fshate. Lajmëroi njerëzit. Që hajde po bëjmë rrethim për këtë qëllim për këtë. Na është bërë lajmëri një ditë, mbasi ishte mbaruar gardhi. Edhe ai burri që e kishte bler, thosha ka marr unë u garantoj ujin e pishëm, thosha. Nga kjo siç kemi bërë kontratën. Patëm disa ditë tani thash nuk është bërë nosha qëllimshme. Ne na bllokohet uji, futen pjesëllëqe, ai do t'i vëni filtra, do t'i bëni rrjet, ku ta diu. Sa i thot uji elshoj, ai bllokohet. Plus kësaj, un kam 4500 metra rrugë. Imagjinoti sa tubacion. Po për tubacion. Tubacion pra, po. Po, kjo kisha fjalën. 4500 metra e gjej dot efektin ku futen ato mua ato pjesëllëqe. 4500 është tubacion shtetëror apo tubacion personal? Privatër, kam 23 vite, kam derdhur lekë. Sa lekë paguajti për? 2 milionë ca lekë më atë kohë. E ishte shumë shtrejt tubi, vinte nga Greqia, tani prodhohet kudo. Kam 23 vite. Ti pas bëu i sjellsin tat. Ashtu e kemi gjithë, të gjitha ashtu e kam. Letrat kam, edhe letra nga bashkia, kisha edhe nga prefektura. Nga komuna, nga komuna kisha, edhe prapë ujë pishëm s'kam. Ku të gjej? Inshallah. Që lut ju, shpresojmë tek më e mira. Shpresojmë te Zoti rreth parë dhe te ju inshallah do na ndihmoni, do na ngrini zanin. Shpresojmë për më të mirë. Se këtu kanë qenë shumë banor, dje sa të fshatit Dardh, sa të fshatit Spathar, dhe sot kanë qenë po nuk e di kanë qenë dërmora, kanë ikur. Mos kanë pas frikë, mos i ka kërcënuar njëri kryetar. Unë frikam vetëm Zotin, unë po kërkoj vetëm një tub ujë të pishëm, një gjysmol ujë, një çezm ujë. Për atë s'kam frikë se më takon edhe do ta kërkoj sa t'jem, unë. E kuptoj. Unë dua përse të riktum, po më hoq ajo tiki. Ka nikur nga fshati? Si s'ka nikur fshati jonë, Spathari ka qenë 300 e ca shtëpi, sot s'janë as 20%. Për 20 zonës ka shkolla. 20 ka mbet shkolla Spathari? Shkolla 2-4, shkolla madhe. Kto kishte çik më shumë, do kishte 80 kishte, 80. Aty diskutohet mbyllet shkolla. Tani po hoqe ujin, po hoqe edhe shkollën, po hoqe edhe ma mi hiqe edhe njerëz. Parna inshallah do na dëgjohet zëri, se shpopullim quhet. Pastaj plus paketa male, se na i marrin dhe male, se na marrin. Po paketa male është me na heq fare, nuk e di tani, nuk e di vetëm Zoti. Do të thënë këtë peizazhin e bukur. Po me bën rrjeta me kësaj siç ishte vënë ujit atë. Ja kanë vënë syrin. Ku fillon paketa e maleve këtu ke ju? Fillon paketa, ku ka fond paketa me tishin, çdo vend kjo është vënë syri. Jo ti e ke parë? Ja, se kam parë. Se ke parë hartën. Se më thanë që bashkia nuk e di. Ju kam mbledhur për paketë me maleve, kush më tha? Si bëri thirrje ditë që ishin ata që kishin më shumë thirrje u hodhë si ide, ishin blegtorët. Aha. Edhe unë qëllova rastisht tha ditë si ishan punë dhe isha me njërin që ishte me bletët dhe idea është do ngjiten lart deri se ka shumë male lart tush, janë shumë perla. Shkon deri në Sopot këtë? Po, deri në Sopot. Po të ngjitesh lart tash perl. Tani ato nuk janë punë tona, nuk e dim. Po ne çfarë marrin vesh, çfarë na thonë. Ju Spatharit i keni tapit? Po tapit e vjetra. Or të reja, certifikat pronësie. Ai keni. Kam certifikat tokën aty te shtëpia. Po aty paketat e maleve bëhet fjalë për malet, ato një vetëm me emra, mali. Pra, tapite vjetra juve nuk është kthyer prona. Ja. A njifet Lugo Spathari fjalë vjen. Aty ku bëhet fjalë që thotë aty në Malt. Quhet Lugo Spatharit. Edhe shfryzohej nga barit e Spatharit. Po, si kullot, si mera. Pjesa veç, e polisit veç. Po. Ato tani janë në mëshirë të Zotit. Se nuk ka letra unë personale ose ti. Po kryeministri thotë ne unë po jap për të zhvilluar agroturizmin. Po inshallah nëse jemi kundër zhvillimit. Ama do ta dim se kush po zhvillon edhe kush po përfiton. Kush përfiton. A përfitoj dot unë? Unë kam frikë se mos bëhet një resort unë si afrohem dot. Qoftë nga gardi, qoftë nga aq mos i. Kuptoj. E qartë. Ju falenderoj ju. Faleminderit.
Miqtë e mi, vetëm një ndërprerje shkurtër publicitare. Jam me banor, sikundër e shikoni, edhe të Spatharit, edhe të Dardhës. Të dy fshatra shumë të bukur. Janë fshatra që shtrihen në Bashkinë e Librazhit në një zonë gjysmë malore, jo malore tamam, pra një kodrinore pak e thepisur në këtë zonë ku jemi ne, por që në këtë bukuri që u ka thënë Zoti s'po i lë një pronar që ka bler një hec, i cili ka vënë edhe rrethimin dhe sipas banorëve u ka marrë komplet ujin. Atë ujë që ishin rënë dakord me pronarin e mëhershëm që ta ndanin për vaditje flas. 8 muaj njëri, mos gabohem dhe 6 muaj njëri dhe 6 muaj tjetri. Ja ka marrë fare për vaditje. Problemi është se banorët sot nuk kanë ardhur për vaditje, kanë harruar vaditjen, kanë ardhur për ujë të pishëm. Sa as ujë të pishëm, pronari i hecit nuk po u sjell në çezmat e tyre. Menjëherë pas publicitetit. Rikthehemi miq, kemi ardhur në fshatin Dardh për problemin e madh që kanë banorët këtu, të cilët kanë hequr me forcë gardhin që u pengonte për të shkuar te burimi i fshatit. Atë burim që pronari një heci e ka për të vetin. Pra, banorët kanë 5-6 muaj nuk marrin ujë fare. Dhe nga ky moment e kanë parë tudhës që të përdorin forcën, sepse nuk kanë ujë në shtëpitë e tyre. Thash mirë? Po. Unë jam Aurela Faqolli, nga fshati Spathar, lagja Gurkusha. Çfarë problemi? Tamam keni për ujë. Problem ujë, s'ka ujë. Problemi ujit është gjithmonë, kemi gjithmonë që vujmë, po bëjmë një 5-6 muaj që shumë problem. S'keni ujë fare, ju vjen me orar. Ai që vjen është i pisët, jo me orar, se nuk e kemi. Po mirë, ti si anvi, si e bën? Si e përballon jetën pa ujë? Kom bler një depozit e kom vur aty dhe mushet ajo kom i qik ujë. Mera s'ka ujë më. Kaq, do vi kongurët. Për sa mbushet ujë? Për sa kohë mbushet atë depozit? Po një paradite bërqavës. Edhe mund mbushet. Me atë currilin, po, me kaq ujë. Po pa e përdorë? Pa e përdorë, se po e hapë ikën. Ikën ujë. Po më përpara s'ke kishte ujë? Ma përpara kishin pas ujë. Pa probleme, hapi në çdo kohë? Një tub polçe, pat ujë sa dush. Në çdo kohë? 24? Po, patëm ujë, nuk themi gjë. Pra ka lut në 24? Në dorë dhe deri men jemi shumë. Shumë keq. Shumë keq. Vështirësit më. Vetëm ujë më keni problema, o ke edhe gjëra tjera? Po, rrugën. E kemi skandal. Po Spathari t'ja bën rrugën? Jo, lagja jon këtej. Lagja jon. Nonët sa të njerëz? Po, lagja jon. Ne jemi vetë që kemi shumë skandal. Nga kaloni ju nga Dardha, po vini nga Spathari? Si e keni lidhje? Rrugë. Kastile si lagje, se po sa rrugë, më 2 kilometra rrugë gjanon, nuk sa 2 kilometra. Edhe sa familje jeni ju aty? Po janë 40 jemi. Jeni 40 familje. Po, ka nga një plak, 2 plej, shumë rinia ka nikur gjithë. Ka nikur. S'ka. Pse iken? Iken se s'ka, pra ja, rrugë jo, ujë jo, asgjë, qa të bëjnë këtu? Punë jo, këtu hiç. Po edhe kur ka pasur prap kemi hikur ne, do thot dikur. Po ka ish këtë lloj mënyre si që është bërë tani kohët e fundit. Vështirë. Është bërë keq. Tokën e punoni? Po, e punoj. Qa zakonisht mbjellë? Janë, shmisër. E kuptoj. Keni bakti? Po, kemi bakti. Bakti. Mbani. Një lop? Një lop. Ash. Ti bësh 2 është e vështirë? I 2. Ku do i çojmë 2? Ç'a do i bëjmë? S'shitet asgjë. Po ta ç'ta nxjerrësh ti në Librazh qumshin e bylmetin e gjitha, as ta leverdis. Po ta dorëzosh makina shkatrohet. Pikë grumbullimi. Ku ka? S'ka. Librazh nuk ka. Po s'ka. Pra ti mban vetëm sa për përdorim vetja? Po, aq. Djathtë e gjallë për të shitur nuk bëni më? Jo. Dhe për vete. Pra imi edhe të detyrohemi edhe ne të heqim sepse nuk përballohen me këtë lloj. Ç'a do jetoni po hoqet ata? Po fshatarët tonë gjysma se po flasën për fjalën s'kan lopën. Po dhe legjiton shumë pak, i kanë hequr lopët shumë. 20% smartohen rinia, kush jep tu nuse çuna? Ne rreziklojmë ne që kemi grat mos na ikin. Jo. Deri nuk arrit puna. Po ikin se shohin ato të tjerë të ikin. Ja, mos. Po rini këtu, është vështirë pra. Është vështirë, nuk rrin dot rinia. Çfarë do të bëj? Ja, ku po popullohet Shqipëria, jo fshata. Sa bën rrugë, mbaron. Ne e kuptoj. Kjo është situata ju. Ti vetë sa veta bëni në shtëpi?
Unë kam vjerën, kam edhe 3 fëmijë. Burri është në emigrim, edhe këto jemi. Ai rropatat andej, Po, jemi. Juve, Qëse jam Artur, kam mbjetoni? 15 vjeç jam Artur, po, ne kemi qenë po të ndarë. Po, ai në emigrim në shtëpi. Kjo është drama e shqiptare. Po. Më mi që s'keni ikë dhe ju, se këtu po ikën gjithë. Po, U bë ky vend i pajetueshëm duke pas të natyrë kaq bukur, se ky është paradoksi. Domethënë gjithë të bekim të Zotit ju ikni. po ç'a të bësh këtu? Kushtet na janë, s'kemi kushte. Ujë jo, rrugë jo, po na shkatrojnë makinat. Ti ta çosh makinën në servis. Po, makinat e ulta një nuk bëhet fjalë. Nuk futet makina ujë? Është kështu, faqe përpjet. Mi do mi sjellësh pamjet, do më filmosh pamjet e rrugës, që t'jemi sa më transparent rrugës Edhe një tuaj? problem tjetër që na ka dalë kohët e fundit, kemi te pjesa e autostradës që po bëhet. Flitet që do të bllokohet hyrja fare. Asaj rrugë që kemi do bllokohet, sepse do bëhet mbi kalim aty. E nga të hyni ju? Atë se dim pra. Ja unë them kështu, mos i marrin avionin privat aty ta ke këtu. Po. Nuk i di, po flitet që do të bëhet mbi kalim aty dhe ne nuk kemi mundësi, nuk di nga do kalem. Ju keni me zëra dëgjuar, gjë s'keni parë projekt. Dhe projekti më duket se është ashtu. Kështu siç kam dëgjuar, me dëgjuar janë të mbrëmshëm ata. Po mirë, do bëjnë një bypass, një dalje, një hyrje të fshatit. Sepse do të shemen lokalet aty të Bardhoshit, do të mbushet komplet ajo pjesa aty dhe ne do kemi bllokim rrugës aty. Dhe se dim. Nuk e di, do i bëj vim këtej, pastaj. Rrugës Rrugë Malit. tjetër, keni rrugë Jo, tjetër? vetëm ajo është, s'kemi rrugë Po kjo tjetër. rruga këtu që ju lidh, Po kjo s'ta kap neve. kjo është e Gnatja vjetër? Po, kjo është e Gnati. Këtej kur Ja u do prish, keni në tradit ju kur u atëre, prish rruga, Me karroca, me këtej kuaj. kalon makina që u blloku atëherë që u shem. që u sham. Po, Një muaj këtej. këtej edhe nuk hodhi edhe jo asfalt, po ja kosha po i thënë. Po? Ti të vishin fadromat, edhe një orë kalon dhe fadroma e një kishe. Një muaj bën makinat. U dërmon makinat e vogla cop. Edhe për një orë punë që doshe fadroma, ja kosh materiale, merr fadroma, ngarkon makinën, e shpërndan e ngjesh ruli Ju kthyet autostradë Shqipërisë në atë muajin e bllokimit. nga një kalimshe që është, edhe është nuk është ndjenje, ata të shkretet e bën një muaj 2 kalimshe rrugën. U grin. Inshallah do na dëgjoj zaj sa do. Le të shpresojmë. Inshallah vetëm nuk po kërkojmë asgjë, po kërkojmë gjën më elementare ujë edhe rrugën. Ky është mandati i fundit i një qeverie në këto 30 vjet, ku do të mund të diskutohet akoma ujë i pishëm për zonat urbane në tërësi. Dhe ndërkohë do vazhdoj shtrirja edhe në zonat rurale, ku ka filluar dhe ka pjesë të tërë atyre që kanë furnizim. Nëse të tjerët se bën për 30, për 40, për 50 vjet, dikush duhet ta bëj. Ne po e bëjmë dhe fushatat e ardhshme nuk do jenë më fushata ku do shkohen për qytetet që thuhet do të sjellin ujë, sepse uji do jetë 24 orë për të gjithë. Ne në Silagje jemi 30 e sa familje të ku jemi në Spafar. Na është thënë gjithmonë nga bashkia për të hedhur një beton, na kanë bërë një urë që në kohë atë është shumë keq. Një malor aty u grin makina, do hedhin betonin sot, do hedhin mot. Janë deri tani, inshallah. Pse nuk i shkruat? I kemi vajt kryetarit bashkisë. Po jo kryetarit bashkisë. Pse nuk i keni shkruar kryeministri, ka bërë një portal, ka harxuar lekë të shqiptarëve, ka bërë një portal bashkëqeverisje. Po nuk ne të vjetë se marrin vesh me shkruajtar të mor bërë. Nuk e di, duhet provuar të shkruar. Prezi jo nuk dim shkruajmë atë. Ky mekanizëm mund të bëhet një fshesë e hekur për të pastruar parazitët dhe grabitëqarët shumë më shpejt se sa çdo mekanizëm tjetër. Ky mekanizëm mund të bëhet të merri i çdo kujt që në një zyrë shteti në një sportel është mësuar të shikojë qytetarët nga xhepi, apo është mësuar që ti sorollasi me herë tëra për t'u dhënë më fund shërbimin. Njerëzit e zakonshëm duhet të raportojnë në mënyrë periodike për gjithçka që adresohet në këtë platformë dhe që faktikisht është e regjistruar. Unë s'di ti shkruaj gruaj se mesazh për qef, jo ti shkruaj kryeministit. Pra ti i Albanian nuk e përdor dot. Se njo fare.
Se një fare. Nuk e njoh, të betohen. Po zyrë gjendje civile, keni ju këtu? Jo, re. Ku shkoni? Shkon në për ato pikat internetit. Atje gjenë. Pra ti i jep të dhënën, domethënë të dhënat e tua personale, ja i jep atij që ai nesër mund bëj edhe gjëra me to. Nuk e di unë. Po atje do shkojmë ne, se s'kemi ku të shkojmë. S'ka ma gjendje civile, u hoqen çfarë që nëpër komuna, nëpër këto. U digitalizuat. Po pra, u modernizuat. Po them u hoqen me fjalë, u hoqen kështu si zyra, siç ishin. E tani tek kancelarit. Po. Na rënë interneti, inshallah. Kishte zhvillimi. Inshallah si që dritat. Zhvillimi. Po me fikur. Qofshim mirë nga shëndeti. Pra ti për një certifikat do shkosh atje? Po do shkosh. Kudo? S'ka. Apo shkojmë drejt digitalizimit. Jo, digitalizimi do të thotë që ti nga shtëpia të gjenerosh një kartë identiteti. Jo të bëhet jetë afer, ty të shkosh të marrësh rrugët e të shkosh në... Po ne i harrojmë ato gjëra, ne përkërkojmë jeta është uji. Unë sot u ngrita, s'kam me digjet lavatri, s'kam ujë të pishëm, edhe lavatricën. Ose gjëra që janë digjet. Unë ndes e fillon, sepse aty ku vjen tubi jonë, një rrjet me vana, i s'pa i them ti vej filtër, një rrjet, edhe zblokohen. Janë 20-30 familje, marrim ujë, vjen na futen aty sas, plasmas, gjëra. Po juve ju kalon ujë mes fshatit, e s'keni ujë. Ai mes fshatit iku po shkon qytet. Po ne jemi pa ujë, marrim këtu tani, ne 30-40 familje që jemi vetëm nga një lagje, e marrim ujë këtu, tani ka filluar probleme se nuk futmi dot edhe brenda gradit. Ai që roja tha, unë e pastroj ditë, e hapja tubi kryesor. E marr vesh. Ai mas 2 ditë vi prapë, ne marr telefon, çfarë do bëj ai umërzit. Edhe këtë kërkojmë. Gjithë ky ujë këtu që rrjedh. Ujë ka. Edhe ai nosha s'osh bën me qëllim, nuk mund ta akuzoj. Ama ai për i rrjet e vën rrjetën aty dhe zblokohen. Ai qartë. Tani ne centrali ka filluar punë ka kohë, s'kemi patur vretje, a kupton? Edhe nuk kemi që ai mos e marrin. Vetëm kemi ujë të pish. E kuptoj. E qartë. Nëne, ç'a do bësh nga nesër e tutje? Ç'a do bëni nga nesër e tutje? Se deri tani e kuptoj. Po çfarë bëjmë? Se di na si të veprojmë. Vetëm se inshallah ke ju një herë përpara edhe Drejtori kryeministit, po ta kesh përballë, ç'a do i thua? Po ja këto që po themi ty, çfarë ti themi në më tjetër? Na ujin e pishim rrugët. Na kam 6 muaj kam fut letrat e certifikatën e tokës e rri në Elbasan. Kam pagu 1.200.000 lekë. S'ta kanë nxjerr certifikatën e tokës? Kam 6 muaj. E jo tjetër gjë më. Paguj lekë 1.200.000 lekë edhe stop fare. I ke dhënë lekët edhe certifikata s'ka dalë? Po kemi pagu lekët e tokës që kam blej venin aty, se pa tokën teme. Për të bën letër certifikatës për fëmijët, që ta kenë fëmijët tokën personale. E kuptoj, që t'ja ndash fëmijëve. Ta ndaj fëmijëve. Edhe s'ta kanë mbaruar Ja, nuk ma kanë mbaruar. E kuptoj. Nuk 6 muaj, siç po them ty. E kuptoj. Që është në 10 orë, para 10 orë ka qenë. E kuptoj. E vështirë është shumë, nuk kemi mund shprehmi mo se kaq na ka vaj. E jeni mërzit. Jemi të mërzitur shumë, me thonë. Të gjitha mo, po kjo punë e ujë që na ka problemi madh i kjo ujë, po atjerët mo, edhe rruga, që po themi. Se po na bllokun atje ka autostrada që po bëhet rrugë e re, na ku të shkojmë mo. Atëherë ti vën bitarën vetës. Ti të gjën s'ka. Na nuk kemi rrugë me katunin. S'kemi rrugë fare. Që të lidhemi me katunin. Jeni lagje e fshatit, po s'keni lagje e fshatit, nuk kemi lidhje fare, që të kalojmë pak këtu një herë. Fare, hiç. E kuptoj. Shumë vështirë. Faleminderit. Ish krye plak. Ju falenderoj. Kemi ardhur në fund e emisionit. Bëjmë mbylljen. Tani ju u falenderojnë edhe shpresat që ju i kemi. Në qoftë se të bëhet një punë, dhe bëni ju. Po s'folët ju, sa ko flisni ju, na takon dhe ne të flasim. Po, prandaj kemi shpresat që ju edhe të qisni në medje, të pasqyroni hallet e fshatit edhe ju falenderojnë. Faleminderit. Zoti kryeministër, folën banorët, hapur, troç, siç flasin kudo. Pyetja madhe është, a i dëgjon ti? Se ne ta sjellim zërin, direkt nga vendngjarja, pa filtra, pa censur, sepse nuk duam që rrugës, dikush na thotë që na çojë dikush tjetër dhe ta ludohet politikisht. Ne nuk vim politikisht në fshat. Ne vim për të dëgjuar fshatin, se fshati po ikën drejtim paditur. Banorët në këtë vend kaq bukur, të bekuar, ku do duhet vinte Tirana, Durrësi të kënaqeshin me ushqimin bio, me natyrën, sepse
ka malësi shumë bukur, e ke shpallur fshat turistik Dardhën, këtu banorët diskutojnë mbi jetesën, rrugë, ujë, drita. Kjo është Shqipëria e vërtet, zoti kryeministër.